aktualisht është bërë miratimi I fondit limit për miratimin e një projekti që do bëj rrugën Lidhse Palas Sarand në kanal Çukës. Do jetë një rrugë drejt, pra jo rruga tradicionale, që do kaloj rruga që ka nis nga Palasa Ndërmi, do vazhdoj drejt, me zhvillimin e rrugës që u bë deri në City Park, vazhdimi I saj që bën anashkalimin e Durrësit, Kavajës dhe del në Rogozhin, po themi që do preket jugu për 1 orë 20 minuta, them që do jemi në Palas. Dhe në gjitha këto faktorë, aeroporti I Vlorës 2026, besoj që çmimi këtu, unë jam I bindur dhe klientëve që kanë blerë në projektin tonë, unë ja kam thënë që çmimi në momentin e dorëzimit të Chelsea ne për 2 vite e gjys do jetë mbi 6.000 euro metri dhe brenda 2030-s unë parashikoj që do jetë 8 deri në 10.000 euro metri. 10.000 euro metri, pra do preket kjo shifër dhe këto. Unë them 8 deri në 10.000, nuk mund ta them fiks, ruaj pak atë pjesën e surprizës, por që jam I bindur që në vitin 2030 çmimet do jenë mbi 8.000 euro metri katror. Flas vetëm për pjesën e jugut, pjesën elitare, atë jemi të qartë.